cili është efekti i tij në Kosovë, unë mendoj që por mos me tingu radikal, po në situatën aktuale siç aplikohet edhe si zhvillohet provimi i maturës shtetërore, mendoj që ka veç efekte negative. Për faktin se në provimin e maturës shtetërore që nga fillimi i aplikimit të tij në Kosovë, edhe sot e kësaj dite aplikohet një kopjem masiv i përmasave shumë të mëdha. Kur po them i përmasave shumë të mëdha, po nisem nga fakti goxha shqetësuese në këtë proces përfshihen edhe të gjitha palët që nuk janë nxënës këtë rast, po janë pjesë e komunitetit shkollës. Ne në vitin 2024 kemi arrit me siguru dëshmi që në grupe në Viber, ku kanë qenë mbi 7.000 nxënës, mbi 7.000 antarë, se jo të gjithë nxënës, ka pas mësimdhënës të cilët kanë dërgu përgjigje aty, ka pas prindër të përfshirë, edhe ka pas përfaqësues të organizatave studentore të Universitetit Prishtinës, që në pretekstin e dhënies së ndihmës për nxënësit kanë mundësu kopimin, ose e kanë mbështet kopimin që kanë ndodhur brenda klasës. Kjo pastaj shto faktin që administratorët që janë përgjegjës për mbarvajtjen e provimit maturës në klasa, pjesa dërmuese e tyre e lejon, unë kam këtë bindje që e toleron kopimin në klasë, kom edhe, si me thonë, edhe në komunikim me mësimdhënësit shpesh herë e konceptojnë si ndihmë për shkak se ju dhimbse nxënësit e kështu me radhë. E kjo është me argumentin më të fortë sepse një klasë i ka rreth 15 nxënës të përfshirë, edhe është e pamundur që një administrator nëse është në krye të përgjegjësisë së tij me i kopju nxënësit gjatë kohës sa zhvillohet provimi i maturës. Aq më pak me u përdor telefonat, siç e dim na që përdoren në masë të madhe për shkak se testi menjëherë rrjedh në këto grupet e masive të kopimit.